Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Është një shprehje e urtë dhe e bukur që po përdoret kohët e fundit tek shqiptarët. Liria ka emër dhe mbiemër. Sot do bëjmë një anashkalim. Mashtrimi me emër dhe mbiemër. Erdhi Mickoski në Kodër të Diell dhe na tha: shkruajnja në akull. Teleferiku i ri dhe investimet të mëdha, premtime të vjetra në paketim të ri qeveritar. Para 10 viteve e më tepër, e premtoi se do e bënte më të bukur se Alpet e Zvicrës, Nikola Gruevski. Dhe tha se do e sjell si investim skiatorin e famshëm sloven. Dhe pastaj Bojan Kryzhaj nuk erdhi. Gruevski akuzoi kryetaren e asaj kohe të komunës së Tetovës, të Arifin, se ishte pengesë dhe disa personalitete tjera të BDI-s, të cilët kishin plane tjera lidhur me Kodrën e Diellit, ose Popova Shapkën. Njëjtën gjë për tashmë paketim të ri, Mickoski sot. Ai nuk erdhi për Kodrën e Diellit. Erdhi për të mbuluar diçka tjetër. Investime të mëdha është duke bërë shteti në Maqedoninë tjetër. Dhe tha pse jo. Më falni. Dhe tha pse jo. Kur e han, e han. Është një shprehje latine që thot: veni, vidi, vici. Erdha pash, fitova. Dhe unë do kisha thënë: veni, vidi, vici jo. Me vete nuk kishte asnjë nga qeveria e koalicionit Vlen. U pa që është për të respektuar, por është kryeministri i Republikës së Maqedonisë, do të vinte një ditë edhe në xhami, siç erdhi asë kohë Nikola Gruevski, në kishën që gjenden në Kodër të Diellit, për festat e Staronova Godina. Pra, premtimet të vjetra në paketim të ri qeveritar. Deklaratat e kryeministit Kristian Mickoski për investime grandioze në thojza në Kodrën e Diellit u shoqëruan me superlativa dhe premtime të mëdha, por pas një të dhënë konkrete që të jepte peshë këtyre fjalëve. Pa kontrata të nënshkruara, pa shumë investime, pa afate dhe pa transparencë për investitorin e përfolur, projekti rrezikon të mbetet edhe një kapitull tjetër i premtime politike që nuk e kalojnë kurrë fazën e deklaratave publike. Përkundër entuziazmit verbal të qeverisë, realiteti terren dëshmon të kundërtën. Kodra e Diellit vazhdon të përballet me infrastrukturë të amortizuar, menaxhim të dështuar, mungesë totale të investimeve bazike, ndërsa asnjë institucion nuk ka publikuar plan zhvillimi, studim fizibiliteti apo vlerësim të ndikimit mjedisor. Përvoja e mëparshme për projekte të dështuara dhe investitorë të pa përmendur me emër dhe mbiemër e bën të arsyeshëm skepticizmin publik, duke kthyer këtë paralajmërim qeveritar më shumë në narrativë propagandistike se sa në projekt real zhvillimor. Përdorimi i Kodrës së Diellit si instrument propagande nuk është i rastësishëm, por pjesë e një modeli të njohur qeverisës, ku premtimet madhore shërbejnë për të mbuluar mungesën e rezultateve konkrete. Duke folur për investitor serioz, thojza pa identitet publik dhe projekte pa dokumentacion zyrtar, qeveria përshpang llogaridhënien dhe po blen kohë politike. Nëse këto investime dështojnë, siç ka ndodhur më parë, përgjegjësia do të relativizohet, ndërsa dëmi i besimit publik dhe stagnimi i Kodrës së Diellit do të mbeten të njëjtat. Ajo që kryeministri Kristian Mickoski po prezanton si thojza investime grandioze në Kodrën e Diellit nuk është projekt zhvillimor, por një mashtrim klasik politik i paketuar me fjalë të mëdha dhe zero fakte. Pas çdo fjali optimiste fshihet një vërtetë e thjeshtë. Nuk ka asnjë investim konkret, pra shkruaja agës në akull. Po bisedohet me investitor serioz, është fraza më e konsumuar e politikës maqedonase dhe zakonisht përdoret kur nuk ka as kontratë, as para, as përgjegjësi. Mickoski nuk prezantoi as emrin zyrtar të investitorit, as vlerën e investimit, as afatet kohore dhe as kushtet që do t'i ofrohen një kompani të huaj. Pra qytetarëve u kërkohet të besojnë verbalisht, ndërsa shteti hesht. Nuk pa mas Bilat Kasami. Krahasimi i Kodrës së Diellit me Alpet evropiane është propagandë turpshme. Kodra e Diellit sot nuk i plotëson as standardet minimale rajonale,
pistat janë të amortizuara, teleferikët të vjetruar, rrugët problematike, infrastruktura shkatruar dhe menaxhimi i dështuar. Në këtë gjendje të flasur për qendrën më të madhe turistike në Evropë është tallje publike. Premtimi për teleferik Tetov Kodrediell është gënjeshtër ricikluar. Ky projekt është përdorur si karem elektoral nga çdo qeveri e fundit pa u realizuar kurrë. Edhe tani kryeministri flet për trast të re, por refuzon të jep detaje. Ku nuk ka dokumente, ka vetëm mashtrim njerëz. Dhe më alarmues është loja me investitor misterios nga Katari. Qeveria refuzon të sqarojë kush janë, çfarë histori kanë dhe çfarë kërkojnë në këmbim. Pas dështimit të turshëm me kompaninë italiane Alpin, çdo tentativë për investim pa transparencë do të parë si rrezik për interesin publik, jo si shpresë zhvillimi. Në realitet kjo qeveri nuk po ndërton kodrën e diellit, po ndërton narrativ propagandistike. Ti besojmë ashtu siç na thot. Premtimet janë të mëdha sepse përgjegjësia është zero. Kur projekti dështon fajin do ta ketë procedura, investitori ose qeveria e kaluar. Kodra e diellit nuk ka nevojë për fantazi qeveritare dhe slogane boshe. Ka nevojë për strategji serioze, investime reale dhe llogaridhënie publike. Deri atëherë deklaratat e Mickosit nuk janë plan zhvillimi, por një tjetër tullumbace politike që do të lasë sapo të ballafaqohet me realitetin. Derisa qeveria flet për vizione evropiane, kodra e diellit po degradon. Çdo ditë parasive të publike dhe institucioneve që heshtin, pa dokumente, pa transparencë dhe pa përgjegjësi politike, këto paralajmërime nuk janë zhvillim, por manipulimi i pritshmërive publike. Nëse dhe ky projekt përfundon si premtimet e parshme, atëherë nuk do të jetë dështim i investitorëve të paemër, por dështim i drejt për drejt i qeverisë që zgjodhe propagandën në vend të punës reale. Pra edhe një herë, shkruaja Agës i zet në AKU, kështu do kisha thonë unë. E ishtë në qeveri, vlen. Kemi parë këto tullumbace. Dhe, pse e thash në fillim se ai po manipulon? Ditët të fundit, vërtet, ditët të fundit edhe në mediat në region, pa të ndarë deklaratat se pa nënshkalohet Maqedonia Perëndimore. Dhe anënshkalohet. 80 milion ujë për ujë dha Mickovski të rrititëve në Maqedoninë tjetër. Okej, askush nuk ka kundër kur gjë ujë. Dhe parashtrova një pyetje. A thua, nuk kishin ujë ato deri tash që gjithë këtë investim, po pse në Maqedoninë Perëndimore nuk solli as 1 milion euro për ujë? Pra, prap dhe sot anënshkalohet sepse është xhumi i njëjtë dhe çdo gjë tjetër si propagandë. Maqedonia Perëndimore anënshkalohet. Pajisjet për menaxhimin e mbetjeve të ngurta kanë mbërritur për rajonet e Pellagonisë dhe Jugperëndimit. Dhe atë në emër të qeverisë. Pra, këto pajisje janë një segment i kontributit të qeverisë, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Nacional. E dini kush ishte deri dje kryeministër? I njëjti. E dini kush ishte ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Nacional? Aga shkruaja në akull, Agës i zet. Pra, edhe një dështim total për Maqedoninë Perëndimore. Më ka befasuar për të mirë, por unë do kisha thënë Trumpit, dilbe pak edhe nga Ballkani, po nga Ballkani dhe thuaj se në Ballkan do ketë lëvizje. Pra, goditi sërish edhe 2-3 shtete. Unë do shkruaj qeverisë Trump, kam një email dhe do shohim se si do jetë. Shkruajtë për ambasadorin amerikane dhe nuk kaloi një kohë, 2 herë 3 herë kam shkruajtur për këto 4 muajt e fundit e gjeti vendin e vet për në Maqedoni. Okej, nuk është okej. 130 punëtorë në spitalin klinik në Tetov vazhdojnë të mbeten pa vendim e punë. Unë të përmendi një emër, nuk e di, por e kam pa në veprim. Një bashkëpunëtor me kontratë në vepër në spital, Ali Aziri, 9 vite punonte aty. Edhe kur nuk punonin teleferiket ai bante pa marrë parasysh nacionalitetet në krah deri në katën e tretë. Pastronte atë që nuk e pastronin edhe familjarët e tyre. Çfarë nuk bënte në spital i shkreti dhe në fund as bëdi as e lan jashtë. 9 vite. E po të ngratit nuk ka kush politikisht i ndihmoj, barem të paktën një reagim publik. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.